Sikur dikush t'i pyeste 10 mijëra banorët e kësaj lagje, e komunës së Selitës, e njësisë 5, nëse këtu duhet të mbetej fush, të shndërrojë në park, ku të luanin fëmijët, të rehatoheshin të moshuarit, apo të ndërtojë një kull, besoj të gjithë, do të votonin që këtu të mbetej fush dhe të transformohej në një park. Sikur të njëjtën pyetje që u bëhej qindra mijëra qytetarëve të Tiranës. Nëse të doni që këtu të mbetej fush e park, apo të ndërtojë një kull, edhe në këtë rast, në mos të gjithë besojnë 99% e qytetarëve të Tiranës do të votonin që këtu të mbetej fushë dhe park. Atëherë pyeteni veten pse? Një qeveri që ka kundra vullnetin, opinionin e 99% të qytetarëve të Tiranës, e 100% të qytetarëve të njësisë 5, prapë ka vendosur me firmën e Edi Ramës që këtu, te kjo fush, te ky park, të ndërtohet një monster prej betoni dhe fëmijët, pensionistët, qytetarët e thjesht të mos dinë ku të luajnë, të mos dinë ku të rehatohen. Pyeteni veten pse? Pyeteni veten nga ana tjetër se pse? Rivali formal i kryeministrit më të korruptuar të Evropës, Edi Ramës, ai të cilit kur i intereson ka përborç të merret me ngjyrën e thonjve të gruas tënde, e ka fjalën për Sali Berishën, mbyll gojë e vesh dhe nuk ka thënë çerek fjale për këtë vendim kriminal të Edi Ramës. Pyeteni veten pse? Pyeteni veten pse Edi Rama dhe Sali Berisha, që kërkojnë votat e popullit Tiranës, marrin vendime dhe mbyllin gojën për diçka që është kundër interesave jetike të popullit Tiranës. Ua them unë pse? Sepse ata, sa do të ngrejnë zërin, sa do bukur të vishen, sa do shpura me ushtare bodyguard të mbajnë, janë thjesht servil të dobët të pushtetarëve të vërtet, të oligarkisë ekonomike dhe krimit organizuar që pastron parat me jetën tonë, me strehën tonë, me ajrin tonë, me fushat tona, me qytetin tonë dhe me të ardhmen tonë. Shqipëria sotme është në udhkryq. A do të vazhdoj rrugës së korrupsionit, a do të vazhdoj rrugës e emigrimit, a do të vazhdoj rrugës ku puna shfrytëzohet si kohrat më të errta të historisë njerëzimit, ku pensionisti merr pension sa për bukë e kos kur ka fat, se kur s'ka fat, pensioni i tij mezi del për bukë. Nëse Shqipëria do të vazhdoj rrugës kur të rinjt në shumicë dërmuese jo ndrojnë, por mendojnë dhe planifikojnë të emigrojnë. Nëse do të vazhdoj rrugës ku shtresa e mesme ndihet e fyer, e poshtruar, e tjetërsuar, e dhunuar, e kërcënuar, ku nuk respektohen mundësitë e barabarta, ku nuk vlerësohet askush sipas meritës. Askund tjetër, më shumë se tek Qësia 5, unë nuk kam takuar qytetarë të shtresës mesme që na kam premtuar mbështetjen, por sytë e tyre lexoj frika se mbështetjen e jepnin me zot ullët. Para se të vija këtu, kam takuar shumë qytetarë, mosha ime, me fëmijë, pa fëmijë, të cilët të thoshin, jemi me ty, jemi me ju, po nuk guxojmë se na kërcënojnë me vendin e punës, me bukën e gojës, me të ardhmen e fëmijëve. Si ka mundësi në mbi 100 vite shtet vazhdojmë të jemi të kërcënuar, vazhdojmë të jemi të poshtruar, vazhdojmë të jemi në bërkëmbur. Pra Shqipëria, a do të vazhdoj kësa udhë, a do të vazhdoj udhës së bujqve, që e shesin produktin e tyre shumë lirë dhe qytetarëve që e blejnë produktin e bujqve shumë shtrejt, sepse midis bujkut dhe qytetarit janë ca parazit të lidhur me pushtetin, janë ca persona të pikave të grumbullimit, janë ata që importojnë, monopolistët e importit të inputeve bujqësore, që bëjnë ç'është e mundur, që fshatarit jetë i varfër
dhe qytetari tjeti keq ushqyer. A do të vazhdojnë kësaj rruge, ku qytetari që përplaset dyrëve të spitalit, përpara se të mendoj për shëndetit, mendon për paran. Nuk e dia ka vend në botë, se në Evropë me siguri nuk ka, por nuk e dia ka vend në botë. Kryesimuri nuk ka luksin të mendoj për sëmundjen, por duhet mendoj urgjentisht për parat që do t'i marri në spitalet private ose në spitalet publike. A do të vazhdoj kësa rrugë më? Apo do të kthejmë? Apo do të ndrojmë jo hajdutët për rrugën? Apo do të zgjedhim njerëz ndershëm e të përkushtuar, njerëz që kanë ide të duhura, njerëz që kanë harxuar vite të tëra për të hatuar një program 176 faqesh, që do t'i shërbejë Shqipërisë jo vetëm në 11 maj, jo vetëm gjatë vitit 2025, po edhe në vitin 2035 dhe 2045. A do të ndrojmë rrugën? A do të ndrojmë rrugën e të ndërtojmë një shtet të drejtës, një shtet ku qytetarët janë barabartë para ligjit, një shtet që u shërben rreth parë nevojtarëve, një shtet që takson në varësi të pasurisë dhe jo në varësi të varfërisë. A do të ndrojmë rrugë për të mundësuar jo vetëm shqiptarëve të këtushëm që të kenë shpresë të mos ikin nga vendi ynë, po edhe shqiptarëve të botës për t'u i dhënë një mundësi, një alternativë, që po duan të kthehen në vendin e tyre. Këtë mundësi, secili nga ne, në datën 11 maj, mund ta shpreh me votë dhe mund ta shpreh për lëvizjen bashkë. Bravo! Ditëve të fundit, më ka kap një silloj, si ta quaj, nostalgjie më duket, po s'po gjetot fjalën e duhur, për aktivistët dhe aktivistët e lëvizjes bashkë. Se dora në zemër një histori bashkëore të Shqipërisë nuk ka ecur më shumë njeri se ne. Nuk kemi përshkuar kilometra të tëra në këmbë, me biciklet, me autobus, për të përhapur lajmin e mirë, për të përhapur lajmin e shpresës, jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytetin dhe në fshatin më të largët të Shqipërisë, kudo ku ka nevojë për ndryshim, kudo ku ka nevojë për mirëqeverisje. Dua, bashkë me falënderimin për bashkëaktivistë e lëvizjes bashkë, t'u bëj dhe një thirrje qytetarëve shqiptar që banojnë në qarqet më të vogla të Republikës Shqipërisë, të mos i dëgjojnë profetë e mashtrimit, të mos i dëgjojnë profetë e pesimizmit, të mos i dëgjojnë ata që thonë që në Kukës, që në Dibër, që në Gjirokastër, vota për lëvizjen bashkë është e djegur. Në asnjë rast, vota për lëvizjen bashkë është vota për dinjitetin tuaj. Vota për lëvizjen bashkë është vota për përfaqësues të ndershëm, të përkushtuar, me idetë e duhura. E nga ana tjetër, vota për hajdutët, vota për sharlatanët, nuk është thjesht një votë e djegur, po është një jetë e djegur. Janë më spaku 4 vite të djegura të hedhur në kosh. Prandaj të gjithë qytetarëve të Republikës Shqipërisë, jo vetëm këtu, nga zemra ekonomike dhe sociale e qytetit gjësia 5, jo vetëm nga Tirana, por është e thirrje që unë ja drejtoj shqiptarëve anë e mban, Shqipërisë dhe botës. Në 11 maj ka vetëm një mënyrë, ka vetëm një alternativë, ka vetëm një rrugdalje. Ajo ka një numër, është dyshi, ajo ka një emër, ajo quhet lëvizja bashkë. Ne nuk do t'ju trahtojmë, ne nuk dorëzohemi, ne do të fitojmë.